Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falen ndihmë kërkojmë. Xhamati I nderuar, sot do të flasim për heshtjen dhe ruajtjen e gjuhës ose mbrojtjen e gjuhës. Tash ne si njerëz e qëllojmë dhe e gabojmë atë që e qëllojmë dhe atë që e gabojmë me gjuhë e bëjmë. A para asaj me zemër dhe me shpirt. Dhe më thonë, nëse imani dobët, atër edhe gjuha e gabon. Nëse është imani I fort, edhe atër gjuha e qëllon. Çka do të thot heshtja? Me mbajt gjuhën ose ruajtje e gjuhës, çka më thonë? Me mbajt gjuhën nga fjalët gabim që mund me I thonë. Me ruajt gjuhën nga fjalët gabim që mund me I thonë. Ose ta ruajmë gjuhën tonë nga gënjeshtra, nga gibeti, përpara thonë njerëzit, gibeti ka qenë punë grave, kanë folë, shumë kanë folë. Ama si ka marrë puna dhe burat kanë me shku grave me gibet, në këtë kohë, dhe me thonë nëse I krahason, bile ka mundësi burat me shku grave me gibet. Gibeti, që ka dhe me thonë? Me folë për njerëzit kur ata nuk janë aty. Shembull, ne kitë bëjmë mohabet tash për ditëra veç që s'janë këto. Thuti se nejna me laqje më të mirët, e shtena të folë për një 2-3 që s'janë këto. Me bëmë arth ata, në ndrym tejmë. Qaj që bola, dhe me thonë. Burnit madhe që si të vjenajnë e tak, drejt tejmë se erdhë. Po në më së ndrojt tejmë, që ka ko lidhe? A jes ganti, të apo folë për njerëzit huj. Pse ndrojt tejmë? A ju ka ndodhë dhe njëherë? Drejt e sërtë, s'ka kuptim. Po jo bët, ty më si folë, atër folive thuj njeri ju të parasive, që ka kemi thonë? Mirë po ne, për më uqojt gibet, e për më hinë gjunak që kjo. Dhe më thonë, ne flasim për njerëzit që nuk janë. E për para, thonë, gjinia femrore, ndoshta më dobë këtë aspekt janë, mirë po dhe gjinia mashkullore, hiç nuk janë le ona, larg ka kjo punë. Bëgi ofër jemi. Ennemime është më ketë se gibet. Gibet o me folë për dika që so këtu. Ennemime o me folë për dika që so këtu, për dhe me shtu për atë. Shembull, unë e di filanin që om gabimtar edhe foli për atë. Ai nuk o këtu, ama o gabimtar. Me të vërtet o gabimtar, ama prapë zban. Ennemime, ai, për atë që foli, unë lene që shtoj, bëj gibet, por edhe shtoj diçka që ai se ka ba. Kjo, dyher me e kiqë. O kaule zur, e ka qëllimin me thonë diçka që nuk është hak, nuk është e vërtet, ose si zëllën fjalë që e ka ndalu Allahu subhanahu wa taala dhe e ka ndaluar Muhamedi alayhis salam. Kitë këto folën me gjuhë. Kitë këto gibeti, rejna, nemime, kaulu zur, beteja, kretë këta që I përmendëm dhe që nuk I kemi përmend, folën me gjuhë. Ne shembull kur betohemi, dy llojt betimit ka, e lejuar dhe ndaluar, nuk ka 3. E shembull, betohesh rrenjshëm. Me çka u betohe? Me gjuhë. Në dhe se vëzër të mbrojnë vetën, posa qërish të ditë e Ramazanit që kanë vetë, se gjuha çka s'mundet me thonë. Unë për vete, mos me dëni që jam me laqe, shumë I dopt jam. Për që atë vi mazrejke në gjami, se me bo me dal jashtë,
provokon dikush edhe qajt njëri ka. Sa t'ja nise edhe mosën e ndalë. O shajtë njëherë, punë e madha a njëherë a 50. E sa t'ja nise gjuha, mëse se ne mba. Pse se s'ka kotë. Lëviz në përgoj. Mirë, unë do të përmendit tash disa regula që duhet ne t'i dim kur të folim, kur të flasim. Ose hesht, shumë leto. Ja, kimi qo regullat kur të folish, ose hesht bëjsh më s'fol. Që i s'foli, që ma mirë që s'foli. Ma mirë më s'me fol, që sa me fol gabim. Mirë, qëfar regula keme e para? Nëse flasim, letjeta i muhabeti janë, fjalia janë, fjala janë, për me ndihmu dika, ose me largu një të keqe nga dikush. Po shemë dhe këmë vendosën me fol, mirë po, tash muhabeti jem, ka të boje se dika ka me pas, dikush ka me pas dobi, ose nga dikush kina me largu të keqe. Nëse këmë vendosë me fol, bilem, ta di punët jene, e para, e dita. Të folësh në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Në qëfëse nuk e qëllon vendin dhe kohën, sa do që e ke hak, e ke pas gabim. Shembull, në kohën e haxhit, flet për Ramazan. A në regull, nuk a në regull. Haxhi ka obligime tjera. Do të mi shpjegu xhamatit, haxhilerëve si diellet në Arafat e Muzdelife, mine, tavafi si bon. Për shembull, ti mundesh me fol për agjërimin. Mirë po në tjetë e fundit, a jo në fillim, si shembull e mora. Ose tash, ju e keni dëgjuar herë, ai shteti Perëndia Osmani ka qenë duke u orzohu ka humbjet. I kanë thonë i sëmuri e posforit, ato gjallarët atërë se janë frigo, normale. Thuhet, që kanë folë me bombit hi, ajo qimja, e di qimja e flokëve, në ris me tamën, për shemë, kësë në supë. A hatë, as hatë. O të ja Istanbul dhe të shku në gëllën e kimës edhe rizit me tamën. Po lene hiq me ris me tamën me kime, ketë lene. Istanbul dhe të shku. Si që konë Stambolli, ma asoris me tamën, as kime s'ki, tu dijet manë, si kje. E tash, ne unë kur të foli, për shemë, kur të flasë tash, para jush, a duhet pak me e kujtu, vendin edhe ku vendin, a veç me taminin me foli. Pak, bilet, që a për njallë peni Guzofit, apo, a i thonë të ne kështu. A jo, mund në une me foli, por tema që hiq, absolutisht kanë lidhja, as me ne, as me ju, as mas kanë. Jo, dhe më thonë, kur të folim, kur të flasim, pak ta gjemë vendin dhe kohën e dur. Dhe, kur të flasim shkurt dhe qartë. Shkurt dhe qartë. Ta si nga të folë për ligjerata, si folë në për universitetet, dijet ligjerata, një ore, ati s'ka shkurt dhe qartë. Mirë po, ka shumicën e rasteve, kur donë me folë njeri, du të me folë shkurt dhe qartë që mos të keq kuptohet. Edhe katërta të zgjedhësh fjalët i zjedh. Se dikush për shembull çat fjalën që unë ta tham ti, ati tjetri kur t'ja tham më keq kupton. Që ti më kupton mirë, më unë atë që po du me thonë. Ama ai tjetri më keq kupton. E tash unë du të mi pa dhe njerëzit me cilin flas, s'ka njeri ma liberal. Ti merr fjalët, aja thonë ma ranta, ma letë, ti merr si dush. Ama ka njëra shumë stabil. Edhe nuk ka që e fatë me randu ti. Valla une, më falë së të ri, me mu s'ka ashtu. Që që ka dush bërë me shokët e tu, ama me mu jo. Ama s'ta që zonë. Tha e, me mu kër të lasësh, nuk du me spunta. A mundet me të thamë, dukështë? Mundet me të thamë. Për atë shkak, ne kër të lasim shkurt dhe qartë, pa dhe një thanë me për me prejku se me ngushtu dika. Sjellja e mirë të ndershëm vëllezër gjatë të folurit. Edhe të folurit ka
sjellje. Shembull, njeriu kur fol, shumicën e rasteve edhe me gjeste shpjegon, apo, edhe me gjeste. Hajde ju pak, unë jam sportist, e kam ak futballin. Ekipaj ai që lumë para, kur do mira topit me krije edhe ki treneri këtu i bjen. A unë shashtu a gabim e kam. Po ku topit? Atë ki trenerit e atë i futbalerit. Po se ti të i mëson tash, apo? E njeri kur mëson edhe skiti se në ikë piksaj. Edhe i profesori, kur spjegon, bashkë me ja inqizu vetën e nuk e ti edhe si lëvi që ka banë. Do më thonë, sjellja duhet të shofim se ku jemi, para kujt kemi dalë. E si pas edhe këtu, si pas vendit edhe sjellja edhe e folmja janë. Për shembull, mos me lavdru dika tepër, mirë po edhe mos me nënçmu dika tepër. Shembull, tash duhet me lavdru haxhien. Ama jo më me tepru. Haxhia, se disi shkon me latje. Po e lavdron, ti tre fjalë nuk i punë. Ama nëse dika duhet me nënçmu, ose po nuk ka nevoj me tepru. Edhe ati ti tre fjalë, që e meriton. Ama jo me tepru. Pse se në të di rastet të pritë se onë gabim. Shembull, atë që e lavdron, nesër hidhrohesh me atë, kuj qëra të fjallë që për shembull i kinë qizu, edhe i e hidhnu edhe nesër taktin zere, që ti e lavdrojsh ishte pikau i hidhnove me një. Ose e ke shajt njëri unë e ke nënçmu, nesër pajtohesh me atë. Dhe ato thonë djetartë, 1% edhe atë që e do, mëse duaj 99%, ma e 1% se nesër mu hidhru, të kesh ku e shtin zemër, të ketë vend zemër, ama dhe me dika që je hidhruar, mëse u hidhrot 100%. 99% se 1% je ma e në zemër, se nuk i dijet. Mire, dita, kur të flet, prej regullave, mos me përtit shumë, mos me ngrit zërin. Se ti imponohesh. Tash në kitë e tina që si kitë tamam, ama qatë që mi të përtit në e thonë, abe ta kalojnë a pasha Allah se zdërodhë. A e të mërë vështë, ketë në mislisë, e dim që ti kur kënë se ki më abet, një që. As fetarist, as komptarist, as traducen, i gjithë kur kënë. Ama qatë që më përtet, sa që të me bon me ta bon pajat, me thonë se e prish mislisë. Edhe qka bëjmë ne? Ne të ka përse. A ndodhë kështu me shpesh të ne, apo? Ndodhë. Do me thonë, lene se ki s'ka hajrë për këti, për ka përse. E më duhet me gjithë një asgan, mi thonë dangë, ka dalë. Ka dalë kështu vështë në malë. Shka në malë, vla me dronë, një sopat e pja, edhe knatje, knatësh. Valla po, malë jo për kështë e punë. Edhe kur të lodhe që zonis në njët më. Ama këtu në për mezhdise, në për vendet që ju pengon njerëzive, është mirë, kur të folish, mos me ngritë zërin, sepse i vjen më u imponu për argument. Njeri ju këroj dopt bërtet. So ajë që ka argumente, di fjali thua dhe matë në banë. E kipotën e në shakë lujmi, kër e shetë që i të hupë, kër si të luj, tak i prish figura, falë me se u prishin figurat. Jo të shëjistat e miri i mojnë mend, këthej prapë figurat, shtu e në konë. Pse si të e hupë, lojnë edhe i prish figurat. Edhe aji, s'ka që ka thotë, bërtet. Mirë, të shumë vëzho. Disa hadithet të përmendit që kanë bëjnë me heshtjen dhe ruajtjen e gjuhës. Hadithin e parë, Abdullah radiallahu anhu, thot, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ose Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, e kanë dëgju duke thonë Omeri radiallahu anhu, ose duke u betu
Omeri radiallahu anhu në qka? Në emër të babës vetë. Pasha babën tem, si kur të ne, të gabim për shembull, kur flasim ne, kur betohemi, pasha fëmit e mi, pasha, ku e djunem, ama jo Zotin, nuk e përmen Zotin, në kitë betohet Zotin jo. Pejgamberi sa me ka thirë Ebu Bekrin, jo Ebu Bekrin, Omeri radiallahu anhu dhe i ka thonë, Allahu Gjeleshanu hu o Omer u andalon betimin në emër të prindërve juaj edhe në emër të fëmijëve juaj. Thot në qofse duhet ju mu betu, atër betohu në emër të Allahut ose hesht. Nëse a e ki pa tjetër mu betu, për mi mu, ku e ju, për mi të regu të kujtë se unë e kam për një me, e drejta është ka ana ime, atër të i thua vallahi billahi. E jo pasha djemt, pasha vajzat, pasha babën, pasha nana. Me fështin të kanë gjuna, fëmit e mi po t'i bajbeje, po t'i rejshëm kur dush, qka dush më mbeje. E di, kur t'i banë fëmit, kur t'i përmet fëmit, s'ti gjuna. Jo, për jashtë me kanë dalu këtë, ka thonë, nëse betohë, nëse duhet mu betohë në emën të Allahut, ose heshni, hiç mos u betohë. Mirë, Abdullah ibn Amr, radhiyallahu anhuma, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man samata naja, ai cili hesht ka fituar. Ai cili hesht ka fituar. Do më thonë shumicën e rasteve, heshtja më e mirë se sa muhabeti dhe me fol. Ta keni parasysh, ju e dini këtë, unë jam i sigurt që e dini, po sa që rishgju që jeni pak ma me mosh, me vite, ju e dini se çka do më thonë me fol edhe me hesht. Bile ju e dini mirë, ndoshta në këto matrit, ende se kanë arrit atë nivelin me perceptu mirë që do më thonë me hesht, sepse kur e kuptojmë ne? Kur në ndodhë një e mirë ose një e keqë. Kur në ndodhë. Mirë po ta që të ndeshëm vëzë realisht, unë pse i përmenda këto ma dvetrit, ma në gjematin tonë, pse këto vallojbe ma të kulturumë për të si janë kanë, edhe tash janë ma të kulturumë, ma të civilizu. Ne me shkollë, qka si kina shkollë, ne? Shkolla edhe edukata kanë dallim si nata me ditën. Shkolla dhe edukata kanë dallim si nata me ditën. A në qëfë se kemi edhe shkolla dhe edukat, u kripona. Ajo i pari, ajo shampioni, ajo i shkollum, hajdut nëmër 1, hajdut me shkollë. Qka ka lidhe se i shkollum? A mundit me kom ma i keqë i bodës. Këto masakra da për botë, shkollum t'i bajnë. Aeroplanin kër e gjunat bombën, a i shkollum, 20 vetë ka studiu për pilot. Ama i vraf 1.000 vetë, 2.000 vetë, 3.000 vetë, 5.000 vetë. E kështu më ratë. Po sa tejmë ati? Mirë po në të rritë, nuk ja tim berenin edhe muhabetit. Valloj, hajna për mesnisë tash. A i keni po dhe një mesnisë vistri ku ka. Si ju duket juva, ka dhe një muhabet të hajrit atja. Edhe mesnisë i plesnive tonë, azilerve tonë. Valloj nuk ka një sej. Mos po du mi laftru këto plesnit e tonë, se thonë, e se këti laftron, politikë ju banë. Jo, nëse du të më majtë me të rritë. Ama nuk ka kështu, i riju edhe plako. Ne, të rinia tash, nuk ja dim renin. Valloj, ka rini që nuk din një qaj si batë mu. Kulorzimi. Nuk ka të ri, masit vorin, i thu, shko qële vorë, thë, vallas dina. Qële prej të rive ti me bo babën e vetë për të vdesë e gjenaze. A ti ti kush me po gjenaze? Zdy, radhë. Ho gjo. Po bërë në kina marë, s'ka problem. Po ti be ti që ka kime mësu. Vorin s'di me qenë, misafir s'di me prit, babën s'di me po gjenaze, kur arzim se ti, si shkon puna, qka të duhet me vëllë jeta? A ma është i menqëm, kur nisë me fort, duhet kitë me ndëgju se i dhohësh.
Jo, ti duhesh mi ditë traditat, me traditat fetare, kombëtare. Paka shumë, s'po tham këtë mi ditë. E ç'këta do është me thonë? Do më thonë, në të rritë, kina mësu diçka që nuk ka dobi prej asaj. A plesit e toni kanë ditë do punë, mirë po, nuk janë korritë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e beson Allahun dhe ditën e gjykimit ose ditën e fundit, falyaqul khairan, le ta thot një fjalë të mirë ose le të hesht. Do më thonë të ka lidh me Zot edhe me ditën e fundit. Do më thonë ata në dy punë që nuk duken, nuk shifen për njeriu, edhe Allah edhe dita e fundit. Por ne janë veç ne i besojmë. A e ki pa Zotin? Jo. Dita e fundit kur vjen, si vjen? Ato shenjat e ditës fundit kiametit. Ai që e beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta fol një fjalë të mirë ose le të hesht. Kjo vlen edhe për mua. Po sasërisht edhe 10 ditë e fundit të Ramazanit. E pastaj njësoj vlen. Ama njeriu kur e ka espreson para, ma kollaj ka përcen. Ama espresso jo, ato dohan xhictaj. Dohan jo, kafe jo, atë jo, këtë jo. Vlojnë. E tash, që atë kur vlojnë, me bon sabër, nuk ka më mirë. Të në shembull, vjen shkus dikush, e ta kërkon vajzën, edhe tash baba, nana e pyesin vajzën. E dy, është me fej. Jo me martu, vajza nuk e ti ku e ki martu. E që kjo e s'ka lidhe me fej. Ma herët ka ndodhë, kjo baba e ka thonë, vajzën a hytë se ka vetë. Kjo s'u koson me fej. Kjo ma shqiptar lëkin tonë, a ku e di me qka? A jam i qartë, me fej du të me vetë. E vajzës në qëfësi vjen mare, turp, ajo heshtë. Pejgamberi Islam thot, rridaha samtuha. Nëse hesht, ajo e ka pranu. Ama nëse nuk hesht, thot, qka? Ty, ku e di? Shemë dhe kena vendos me martu, ku e di? Dinim mëjt malit, ku ta zonë, për shemë, pi qytetit. Cëlla vajz tash kisht hesht. Ku? Rëzit bëjnë. Ka të dhim, tash vajzat e sotit edhe para jo, ajo para 50 vjetë me ka ullë kokën, ku i ka thonë baba, tasha, jo, ty tash duhe, bajegi, banesa e kera edhe prapë, thot, jo. Nese, po do është të me thonë që vajza kur të hesh nga marja, unë jam të folë për vajzat, që kanë marre? Ajo nën kupton heshtja e vajzës, do më thonë, ka prana. Të deshëm vëzër, Harith ibn Hisham, radiallahu anhu, thot, i thash, ja Rasul Allah, më të rego për diçka shumë të madhe. Tha Muhammedi a.s. Imlik hadha, kape këtë, u ashare ila lisanihi, edhe e qoj dorën e vetë, gishtin e vetë ka gjuha. Nësa, do me të regu diçka të madhe, thët, këpe gjuhën. Mëse le gjuhën, shumë qefe me bo. Sepse gjuha, qka fol, i pagun shpina. An Ebi Musa el-Eshari, radiallahu anhu, thot është pyet Muhammedi a.s. Ejjul muslimin e afdal, cili musliman është më i mirë, ka thonë pejgamberi a.s. Men selimen muslimune min lisanihi wa yedihi. E dini cili musliman është më i mirë? Kur ne kretin alahat nga dora e ti dhe gjuha e ti. Do me thonë, dora janë, dora, mësmane me bela me dorë. Vallaj nuk ka s'ka Allah me bon bela, s'ka Allah me falë, me bon sabrë dhuri. Edhe mos boni bela shumë me gjumë. Do me thonë, kur tjera atë muslimant, nga gjuha ime dhe dora ime, qaja musliman i mirë.
Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu xhaleshanu i don 3 gjëra te njeriu dhe i refuzon 3 gjëra. Thot, e don që ta besoni Allahun dhe mos i bëni shirk atij, të kapeni për litarin Allahut, do më thonë për Kur'anin dhe Sunetin, edhe mos përçahi. E treta, do më thonë mos përçahi, wa yakrahu lakum, e çka Allahu nuk don njerëzit me bon, thot e para. Qila wa qal. Më tha, i thash, më ka thonë, se më ka thonë, kam i thonë. A pse si tha e kuj mohabetet? Këtë nuk e do feja. Allahu nuk e do. Ja thuja, më si thuj, lene këtë tema. I thash me një javë miresh, pse si thash? Lene që si ki thonë, po tash edhe mu më mërzit. Kam takon një javë, pse si thash be? Haj, ki, pse si thash, u dash mi thonë, pse si u dash mi thonë, një javë. Po thuj be që ta gjenje, hezbe vlo, mos se një thamë. A sa ta më qëri të në, u dash mi thonë. Po që thire, ta thiri, jo se një thamë. Po lene këtë tema. E por atë qak nuk banë, qile vë kal. I thash, më tha, kam i thonë, nuk banë. Vë këthre të sual, nuk banë shumë pyetje me banë. Pyetje, punë, vepra asë gjanë. Më zbanë shumë, ma pak me ditë ma mira. Shemull, o gjo, si jabe kjo mesele, si jabe, po e di, nuk e falë. Sabaj, kur do të me falë, o gjo? Dijet me sabaj, si derit linjë të djeli. E po, ripuna, se në meselja. Du me thonë, ne të njerë, sigur e kishë pare zeqat me dhanë, 100 hozallari kishë vetë deri të hoza që i ka thonë, ja, ti nuk të bëjë zeqati. 99 i ka thonë, të bjenë zeqati, a i 100 i ka thonë, jo. Edhe a i qatë 100 e ka marë, fak fet fanë gjepë, si i ka konvenu. Po në madhe, 100.000 euro, 2.500 euro zeqat. Po në madhe, a kena s'kena. Ama njerin, kër e kap shejtani fort, e në 250 s'jep, jo 2.500. Se thot e prishi topin. Po dhe 100.000, dhe 100.000 se kër të hekish 2.500 euro, 97.500, po. Prishet rejni, se ne, sa pari ki, në theshin 100.000. Wa idha'atul mal. Do me thonë, pyetjet shumë edhe humbja pasurisë. Idha'atul mal, e çka vjen? Me humb pasurinë. Ani pse ke fitu halal? Mundesh me humb haram ose me harxhuar. Amr ibn Abasa radiallahu anhu, thot ka thonë njeri, një për njerëzve, pyet thot, ja Rasul Allah, do më thonë, dikush ka ardhë dhe i ka thonë, ja Rasul Allah, o i dërguri Allahut, men islamu, qka islami? A i ka thonë, an yuslime qalbuke lillahi azza wa jall, islamom me ju dërzu zemra jote Allahut fëqiplot, wa an yaslama al muslimuna min lisani wa yadihi, e thash ma heret, edhe tjenë rahat musliman nga gjuha jote dhe dora jote. Edhe pastaj pyetjen tjetër, fa ejo l'islami afdal? Mirë, l'islami o kjo, ma cëllë islam më i mirë? Thot, el imanu. Islami më i mirë është imani. Thot, po qka imani? Ka thonë pejgamberi islam, nu'minu billahi, me besu Allahun xhaleshanu, meleket e ti, librat e ti, pejgambert e ti, ditën e gjykimit, kada dhe kader, caktimi. Mirë, cili iman është më i mirë? Në më thonë, ta shpyetje mbi pyetje. Cili iman është më i mirë? Thot, el hijre. Hijre o shpërngulja, emigracioni. Po i ka thonë, ja Rasulullah, cili hijret o më i mirë? Ka thonë, kur e largon të keqen nga vetja. Ç'ki hijret o më? Jo hijreti prej Maqedonimi shkon në Gjermani. Po hijreti më i mirë kur e largon veten nga
nga vendet e këqija, vendet e komarit, vendet e kamatës, vendet e rakise, alkoholit që atëherë, që kjo imani më i mirë. Thot, cili hijreto më i mirë, thot, al-gjihadu. Ta është lidhen punë. Cili emigrim, shemë dhe ku vendosën me dalë për shpije, me shku dikun. Cili vend qenë ka më i mirë kër e ku vendosë me shku, thot, gjihadi, lufta në përhirë të Allah subhanahu wa ta'ala. Po thot, qka në gjihadi? Thot, tuqatil el kufar i dha lekit e hum, mi luftu jo besimtarët kur ti takosh. Si ta lipin, i luftan. Shë pak pashtim. Kur ti takosh ata, i luftan. Mirë, prap pyetjet e. Po cili gjihad, do më thonë në pos, luft, ama cilla luft o më e mirë? Cili gjihad o më i mirë? Kjo punë e dhimbshme. Thot për nga Islam, men ukhira jawaduhu wa ukhriqa demuhu. Kur të këputët këmban luft, edhe derë dhe gjakun luft. Që kjo gjihadi më i mirë? Inshallah Allah dhe shanuhu, ata që janë sprovu, ja u ka pranu. Ata që kanë vdek në botë, ku të që janë? Inshallah Allah dhe shanuhu i pranën si shahida. Thot pejgamberi Islam pastaj në fund hadithi, se hadithi i gjatë, thot edhe dy punë janë vlefshme shumë, nëse i bëni jashtë këtyre që i përmenda, thot edhe haxhin e pranuar dhe umrën e pranuar. Inshallah Allah si vetë e qelë rrugën për me shku në hasë në ndryshëm dhe zë. Vazhdojmë edhe 5 minuta? Mirë, dhe të hadithi i kam thash më stila anash, po si i kum lexoj, i kum përkthije, ja mundu pak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose një prej sahabëve thot, ja Rasulullah, ausini do më thonë, më këshillo diçka, më mëso diçka. Pejgamberi sa më ka thonë, temliku yedeke. Do më thonë, mbaje dorën. Thot, ja Rasulullah, si ta mbaj dorën? Thot, mbaje gjuhën. Thot, ja Rasulullah, po me qka ta mbaj gjuhën? Thot, la të pësudu jedeke illa lil khajr. Thot, mbaje dorën tënde, mos e shtra, mos e lëviz për posën khajr. Wala të kul bilisanike illa ma'rufa. Edhe në qofë se e ke vendos me fol, vetëm fol mire, jo keq. Ose mbaj. Isa mirë, thot, për jam sot mbaje me dorën, me qka si me mbajt? Po lidhëve? Po dorën lidh, po gjuhën a mundish me lidh. Ha, s'lidhët, valla. Gjuha, interesant nuk lidhët. E në ki po, pak edhe shumë e prekshme në atë aspekt, e di shumë gjuna. Pak dë një dhamë e ki, e di shkon të dentisti, edhe të apunon dhamen edhe pak gjuhën e qënë të dhame, a i dhami ka me të spic, me njëherë gjuhën lëndohet. A i këni pa. Edhe ke si për gjunat, gjuhën shumë për gjunat, po. Më fesatin e mëdhë në bote, po. Gjuhën, o për një copë, o për kur gjanë për hitë sa, o valla kur gjanë sa. I të sobe me nëzirë që fesatin e ma. Thot në qëfë se e ke vendos me lëviz dorën, bënë një khajrë. Edhe në qëfë se ke vendos me fol fjallë të mira. Thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, la të këthiru l'kelam bi gajri dhikri la, mos e shpeshtoni të folurit për posë se ku ta përmendi Allahun, fa inne këthratul kelami bi gajri la, sepse nëse flasim shumë pa e përmend Allahun, çka ndodh? Qaswatul lil qalbi, e forcon zemrën. Nëse nuk e përmend Allahun, zemra bëhet guri. Wa inna ab'ad an-nasi min Allah al-qalb al-qasi. Se njeriu më larg Allahut mundet me qenë ai që e ka zemrën guri.
ai që e ka zemrën e butja. Edhe hadithin e fundit të ndërshëm vëllezër për sot, Sehel ibn Sa'd radhiyallahu anhu thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bën një mend këtë hadith. On mund si me çull vend direkt xhenet kemi shku. Nëse dikush garanton çdo tip punë që kam i përmend, direkt xhenet. Ka thonë për shembull, kush mi garanton të dy gjëra, ja garantoj xhenetin. Cilet janë, ja Rasulullah, ka thonë, ndërmjet dy mjekrave, ndërmjet mustaqeve dhe mjekrës, gjuha, edhe organin intim, epshin. Nëse ka të një burë, të dëgjimtirat janë pakoc. Nëse ka të një burë, ose të një gruje, që i garanton gjuhën edhe organin intim, direkt xhenet prej këtë botë, me peçat e ka, me vull. A ka mundësi të kishmi garanton? Cili mundet me thonë, valla, pilla, unë prej së t'i garantoj? Nuk mundës. Ama nëse del diku që mundet mi garanton, deri të dhejse, ta dije se e ka të garanton me xhenetin prej këtë botë. Inshallah, Allahu dhe lëshanu të ndërshëm vëzër. Na mundëson një jetë mirë, me agjerime, me veprat mira, me ibadete dhe adhurime të pranuara, pastaj na mundëson të flasim mirë, po nëse ndonjëherë jemi të mërzitur, të nevrikosur, ma mirë me heshtë. Inshallah Allah na udhëzon, edhe të gjithë së bashku në xhenet në çon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesër të ndërshëm vëllezër kemi hoqë Rufat Sherifin, mysafir në Ligjërat. Zoti na mundsoft të jemi nesër këtu në ders. Faleminderit. Selam aleikum.